Konferenca e sotme për shtyp lidhet me një akt akus që është ngritur dje, që keni parë gjithë po besoj përmes mediave, kundër ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasanit. Akt akus kjo që lidhet me një falsifikim të dokumentit zyrtar, të dhënave zyrtare që ka ndodhur gjatë kohës sa ky ishte kryetar i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Ky falsifikim i një vendimit të gjykatës kushtetuese i nxjerr me datë 13 nëntor të vitit 2014, lidhet me një parashtresë të paraqitur nga avokati i popullit, atë botë zoti Sami Kurteshi, rreth procedurës së emërimit të 3 gjykatësve ndërkombëtar, vazhdimit të mandatit të 3 gjykatësve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese, që kishte ndodhur në gusht të vitit 2014, pra më saktësisht me 30 gusht vitit 2014 nga Presidentja e Republikës Kosovës. Ky emërim i këtyre gjykatësve ndërkombëtar ose ky vazhdim mandati i tyre ka qenë në kundërshtim me procedurat dhe ligjet e Republikës së Kosovës, sepse është bërë pa e marrë dakordancën, miratimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, siç parashihet me ligj për emërimin e gjykatësve në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Dhe kjo çështje është drejtuar pastaj në gjykatën kushtetuese nga ish avokati i popullit, zoti Sami Kurteshi, për ta trajtuar kushtetueshmërinë e këtij emërimi të 3 gjykatësve ndërkombëtar. Dhe gjykata kushtetuese nxjerr vendim në nëntor të vitit 2014, pra me 13 nëntor të vitit 2014, me të cilin e shpall këtë parashtresë të avokatit të popullit si të papranueshme për gjykatën kushtetuese. Dhe në këtë gjykata kushtetuese vendos që me shumicë ose me kvorum të mjaftueshëm, siç thuhet aty në vendim, për ta shpallur këtë të papranueshme. Në ndërkohë, avokati i popullit e vazhdon procedurën për ta kuptuar nëse 3 gjykatësit ndërkombëtar, të cilët kanë qenë të emëruar përmes këtij dekreti qeverisë, kanë marrë pjesë në këtë vendim. Meqense aty do të paraqeset natyrisht konflikt interesi, po që se edhe këta kanë vendosur në një parashtresë që ka të bëjë drejt për së drejti me emërimin e tyre në gjykatën kushtetuese. Dhe gjatë këtyre pyetjeve që janë dërguar nga avokati i popullit, kuptohet që njëri prej gjykatësve, Robert Carolan, ka dërguar letër dhe ka thënë që unë nuk kam marrë pjesë në një vendim të tillë. Por është i vetmi që është përgjigjur kësaj pyetje të avokatit të popullit. Që i bie që mos pjesëmarrja e tij e ka pamundsuar kvorumin e nevojshëm për gjykatën kushtetuese që të nxjerrë në vendim i tillë. Dhe ky vendim megjithatë është nxjerr pa e pas kvorumin e mjaftueshëm, madje në vendimin të nënshkruar nga ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani thuhet që edhe Robert Carolan ka qenë pjesë e këtij vendimi, ndërkohë që ai e deklaron vetë publikisht që nuk ka qenë pjesë e këtij vendimi. Që i bie praktikisht që e ka falsifikuar në vendim të gjykatës kushtetuese ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Tash pse ka rëndësi kjo? Kjo ka rëndësi në 2 aspekte. Njëra anë, sepse kështu dëshmohet se si ky shtet është i kapur. Në këtë rast, se si gjykata kushtetuese është e kapur nga politika dhe se si shkilen procedurat në trajtimin e çështjeve që kanë rëndësi jetike për Republikën e Kosovës dhe në anën tjetër një person i cili në krye të gjykatës kushtetuese falsifikon vendim të gjykatës kushtetuese është i njëjti person i cili e ka udhëhequr këtë gjykatë kushtetuese për një kohë gjatë, i cili praktikisht i ka vendosur gjitha praktikat e funksionimit të kësaj gjykate kushtetuese dhe në kohën e cilit janë marrë disa vendime jashtëzakonisht të rëndësishme për Republikën e Kosovës edhe për kushtetueshmërinë në vend. Në këtë rast i kemi 3 lloj, them kështu, shkeljesh. Nga disa publikime në media të asaj kohe, kuptohet që ka ekzistuar një lloj marrëveshje jashtinstitucionale jo formale në mes të Presidentës së Republikës Kosovës, kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasanit, si dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Prishtinë, zoti Sami Özbogar, që një vendim i tillë, pra një emërim i tillë të shkojë tutje përkundër asaj që është shkelje e procedurave. Dhe kjo është bërë pastaj nga Presidentja, siç e thash, me 30 gusht. Pra këtu e kemi rastin kur Presidentja e Republikës Kosovës me këtë emërim të 3 gjykatësve ndërkombëtar, pa e marrë miratimin e Kuvendit, e ka shkelur Kushtetutën e Republikës Kosovës. Në anën tjetër e kemi zotin Zhbogar, i cili ka ndërhyrë në këtë proces, i cili ka kërkuar nga Presidentja që të dërgojë këta, të mandatoj këta 3 gjykatës ndërkombëtar, i cili përveç se e ka shkelur kodin diplomatik, i ka shkelur edhe ligjet dhe procedurat e vendit, kur ka insistuar dhe kur është marrë vesh me Presidentën që të vazhdojë me procedurën përkundër asaj që procedura si e tillë është paramenduar të jetë në kundërshtim me rregullat. Dhe pastaj e kemi, siç e përmenda, pra ish kryetari i gjykatës kushtetuese që e ka shkel rregullat dhe procedurat, meqense ka falsifikuar një vendim të gjykatës dhe ka qenë i përfshirë në këtë shkelje të madhe që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, më saktësisht në gjykatën kushtetuese.
Tash, kjo përbërje gjykatës kushtetuese, siç e dini, i ka nxjerrë disa prej vendimeve më skandaloze të mundshme për sa i përket çështjeve që janë adresuar asaj. Dhe këtu po i përmendi vetëm disa. Me 4 korrekt të vitit 2013, Lëvizja Vendosi, grupi parlamentar Lëvizja Vendosi, e pa dërguar marrëveshjen 19 prillit të ratifikuar në Kuvend në gjykatën kushtetuese për ta trajtuar përputhshmërinë e saj me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si dhe ju e dini që vendimi i gjykatës kushtetuese atë botë ka qenë që kjo kërkesë është e papranueshme, ne nuk e trajtojmë, por ka qenë nga kjo përbërje e gjykatës kushtetuese e udhëhequr nga një person i cili më vonë del të jetë falsifikuesin e dokumentit të gjykatës kushtetuese. Po ashtu, e njëjta përbërje e gjykatës kushtetuese e ka trajtuar edhe ligjin për buxhetin, të cilin ne e kemi dërguar me 1 gusht të vitit 2014 në vitit 2013 në gjykatën kushtetuese për ta trajtuar përputhshmërinë me ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës të fondit për veriu për këtij buxhetit paralel që ka filluar atëherë të ndahet për atë që mendohej se do ta merrte formën e zajednicës më vonë. Si dhe ligjin për amnistinë, të cilin e kemi dërguar me 19 korrekt të vitit 2013, të cilin gjykata kushtetuese e problematizon në disa nene, po jo në tërësi përputhjen e tij me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ndërkohë që për dy këto vendimet e para, pra gjykata kushtetuese i shpall si të papranueshme për jurisdiksionin e saj. Për kjo përbërje e gjykatës kushtetuese e udhëhequr nga ky njeri që tash akuzohet për falsifikim të dokumenteve zyrtare, i ka marrë këto vendime të cilat kanë reperkusione edhe sot në zhvillimet politike, institucionale, po edhe të lidhura me sovranitetin e vendit. Si dhe me 26 gusht të vitit 2014, vendimi skandaloz për çështjen e kryeparlamentarit, grupit më të madh parlamentar dhe të tjera, i cili praktikisht e pamundsoi pastaj krijimin e qeverisë së shumicës atë botë në mes të 4 subjekteve politike dhe i cili edhe sot e kësaj dite propozohet të cilit ndihen në politikën e Kosovës. Pra këto janë disa prej vendimeve të nxjerra nga një gjykatë kushtetuese e udhëhequr nga një person i cili sot akuzohet, pra i është ngritur akt akuza për falsifikim të dokumentit zyrtar, e cila është vepër penale, pra që nënkupton sipas nenit 434 të kodit penal, që quhet si vepër penale kundër rendit publik në Republikën e Kosovës. Pra është goxha një vepër serioze penale. Kjo e dëshmon se si e thash më herët, pra njërin anë, shteti i Kosovës është i kapur, e në këtë rast gjykata kushtetuese si njëri prej institucioneve më të rëndësishme të Republikës së Kosovës, e udhëhequr pra nga ish kryetari Enver Hasani, dhe në anën tjetër e dëshmon se përmes makinacioneve politike sulmohen institucionet e Republikës Kosovës gjatë tërë kësaj kohe të qeverisë. Po kjo është një sulm i qartë ka shi institucionet e Republikës Kosovës, sepse kur shpërfillen procedurat, edhe kur shkilen ligjet, në kësi raste, kjo e dëmton institucionin si tillë, jo vetëm në aspektin e kredibilitetit të këtij institucioni, por edhe në anën tjetër në aspektin e funksionalitetit edhe pavarësisë së një institucioni të tillë.